Konstatoj se me 66 vota për, 49 vota kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi zgjodhi Qeverinë e Republikës së Kosovës. Ambasadat janë met jetim, janë met pa mbështetura. Trupa jonë diplomatik. Në 4 vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të rinj, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës dhe do të prodhojmë dronët luftarak made in Kosova. Kosova, sot të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më demokratike dhe më e sigurt se kur më parë. Institucionet tona sot janë edhe më të besueshme e më të qëndrueshme. Kosova është rreshtuar në orën e paqes, të drejtësisë dhe të aleatëve të saj demokratik. Aleanca jonë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, me NATO-n dhe me vendet mike nga Kanadaja e deri te Japonia, nuk do të lëkundet sepse ky bashkëpunim nuk është thjesht strategji, është vlerë. Minister!